edhe në studio për të folur për një temë shumë të rëndësishme, siç thash unë, pasi në ditët e sotme kostot e jetesës janë rritur shumë dhe na duhen her pas here të shtojmë mënyrat për të pasur të ardhurat të tjera, për të përballuar pse jo edhe për t'i dhënë mundësinë vetes për të bërë shërbime si ato që folëm pak më parë ose për kënaqësi të tjera të përditshmërisë. Në fakt, ajo që është parë dhe si një formë alternative punësimi, sidomos kohët e fundit, sidomos tek brezat e rinj, por mund të themi që ka përqafuar edhe brezat pak më të mëdhenj, është pikërisht punësimi nga shtëpia. Dhe sidomos pas periudhës së Covidit u pati një trend në rritje dhe u përqafuar në një masë shumë të gjerë. Sot, për shembull, në vitin 2025, sipas të dhënave të fundit, numërohen rreth 184 individ për 100.000 banor, të cilët punojnë sot nga shtëpia, sipas të dhënave, po themi të raporteve ndërkombëtare. Sa i takon Shqipëria në këtë trend, më renditet në vendin e tretë në Ballkan, pikërisht për këtë sektor, pra të punësuarin nga shtëpia. Po bëhet fjalë për shifra të cilat, domethënë persona të cilët kanë një NIP apo jo domosdoshmërisht. Domethënë janë të regjistruar në 185. Këto janë individ të cilët janë të regjistruar, sepse vetëm në këtë lloj forme ne arrijmë të kuptojmë se sa është numri real dhe padyshim edhe nëpërmjet këtij emisioni sot është e mira që t'i sqarojmë të gjithë ato individ që sot ndoshta punojnë informalisht akoma nga shtëpia për shkak të mënyrës se si ato kanë zgjedhur, sepse është e detyrueshme për të mirën e tyre dhe padyshim është një detyrim ligjor regjistrimi i të punësuarit sot nga shtëpia. E rëndësishme është kuptojmë se cilët janë ato kategoritë kryesore të profesioneve të cilat ne mund të ushtrojmë nga shtëpia, pasi jo çdo lloj profesioni mund të ushtrohet sot nga shtëpia. Mund të ndalemi për shembull tek ato të cilët kanë arkitekturën si profesion, apo ato aspekte digitale, IT-a sot që është ndryshe që freelancer. Freelancer, padyshim, të cilët janë sot sektorët shpeshherë tek brezat, mund të themi të rinj më të përhapur. Ekonomisti mund të punojë padyshim nga shtëpia, pra individ të cilët mund të kontraktohen nga një kompani e cila është jashtë vendit, nëpërmjet një kontrate ligjore që ato mund të nënshkruajnë dhe ajo kompani e shet të ullës që të kontraktojë një individ i cili nga Shqipëria për të mund të ketë kosto më të ulta, por që për në aspektin për hir të vërtetës, pagat të cilat janë në këtë sektor për këto individ të cilët kontraktojnë nga kompani nga jashtë janë pagat të cilat shkojnë mbi mesataren e tregut, po flas për shumicën e tyre. E në fakt, me qënë se jemi tek freelancerat në fushën e arkitekturës, ekonomisë, një aplikacion që i hyn shumë në punë edhe që unë e sugjeroj cili do person që janë në këtë fushë është LinkedIn-i, që në Shqipëri disa persona nuk ja din akoma fuqin e këtij aplikacioni që mund të bëj edhe të jap një mundësi shumë personave të njohin le të themi bashkëpunëtorët ose padyshim është pasqyra digjitale e profesionit ku mund të arrijnë që gjejnë lidhje ndërmjetme apo mund të arrijnë që të kenë apo të kontraktohen nga kompani të cilat shohin në CV-n e këtyre individëve pikërisht personin e duhur për profesionin. Se ka shumë sidomos nga kompanitë e huaja që pikërisht aty kërkojnë për punonjës. Aq më tepër ne duhet ta shohim këtë edhe në aspektin e tregut shqiptar, pra nuk mund të themi që vetëm tregu i huaj është më i përhapur në këtë aspekt, por edhe Shqipëria vetë kontrakton për shembull për shërbime të cilat mund të ofrohen të ndryshme, si për shembull ato të cilat ne shpesh i njohim si call center, apo që vetë mund të ofrohen edhe nga shtëpia nëpërmjet kompanive të ndryshme që operojnë edhe në tregun shqiptar dhe sidomos moshat mund të themi më të preferuara në këtë lloj tregu për shkak të disa aftësive të cilat duhet të kenë, janë specifikisht moshat 25 deri në 45 vjeç, të cilat mund të themi për shkak të aftësive që mund t'i përmendim këtu. Padyshim aftësi digjitale në radhë të parë, për shkak se duhet një kompjuter, një shërbim interneti në shtëpi për të arritur për të kryer këtë lloj pune nga shtëpia. Pastaj nga ana tjetër gjua e huaj, një nga elementët të cilët për shkak të punës që ato mund të kryejnë me kompani të tjera, të cilat janë jashtë vendit, i detyron një farë forme që të kenë njohuri për gjuhë të ndryshme të huaja, sepse flasim për një treg i cili në shumicën e tij mund të kërkojë një gjuhë angleze, por kemi edhe tregje specifike të cilat kërkojnë edhe gjuhë të tjera për hir të vërtetës që i ka favorizuar një pjesë mirë të tregut. Sidomos gjuha gjermane. Padyshim.
sepse tregu gjerman... Por ne nuk mund të mohojmë faktin që edhe mbi 45 vjeç, kushdo që zotëron këto lloj aftësish, pra e ka të lehtë për shtatet me këto lloj aftësish dhe e sheh veten komod, por edhe të përshtatshëm nëse kontraktohet nga kompania dhe kompania sheh tek ai individ aftësitë që duhet, padyshim që e ka të hapur rrugën për të punuar pikërisht nga shtëpia. A ka shumë persona që po përpiqen në ditët e sotme të tentojnë të shohin përtej punës që bëjnë Si një punë alternative. Po, si një punë alternative. Personalisht të kanë pyetur për sugjerime se çfarë mund të bëjnë, qoftë edhe për fusha të cilat nuk kanë të lidhura drejt për drejt me profesionin e tyre. Për shembull, puna online në Shqipëri shumë persona kanë hapur biznese, pra që ofrojnë produkte, shitje produktesh. Mendojnë që po rritet gjithmonë më shumë kërkesa për të mësuar? Shifrat paktën, edhe po t'i referohemi Instatit. Sot për shembull, referuar shifrave të fundit, 30% e tregut punësuarve është pikërisht në këtë kategori, pra në kategorinë të punuarit, të vetë punësuarit dhe sidomos një pjesë e mirë konsiderueshme është edhe të vetë punësuar pikërisht nga shtëpia. Kjo mund të shihet edhe si një punë e dytë, pra një punë të cilën një individ mund ta kontraktojë përveç punës së tij zyrtare. Padyshim kjo varet nga rasti, çfarë angazhimit kërkon kjo punë e dytë të cilën mund ta kryejë nga shtëpia. Mund të jetë me një kohë part-time për shembull. Por ajo çka shpeshherë sugjeroj në këto lloj rastesh, kemi padyshim, po të futemi në internet, kemi webet të ndryshme të cilat ofrojnë punësim apo arrin të kryejnë këto ndërmjetësimet e punësimit ku gjenë punë part-time, të profileve të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, që ofrojnë padyshim edhe punën nga shtëpia sipas orareve. Pastaj është në varësi të individit se çfarë i përshtatet, por që padyshim është e lejuar gjithmonë nëse ne flasim dhe kemi të bëjmë me individ të cilët ka një kontratë pune, me individ të cilët regjistrohen, dhe për këtë mendoj që është e mira që t'i sqarojmë disa gjëra se çfarë janë detyrimet në fund të ditës, ato të cilat besoj interesojnë kujdo që vlen. Do të themi për detajet të cilat duhet të dinë çdo person që dëshiron të hap një biznes online ose që do të punoj part-time, por do të flasim për to me njëherë pas publicitetit. Dhe si që thamë pak më parë, do të tregojmë më shumë informacion se çfarë duhet të dinë të gjithë personat që duan të punojnë part-time ose të krijojnë një biznes online nga shtëpia. Së pari, duhet të regjistrohen në qendrën kombëtare të biznesit. Nëpërmjet regjistrimit, lindin edhe një farë detyrimesh të cilat ato kanë në raport me shtetin për shkak të ardhurave të cilat ato marrin. Në fund në përgjithësi vërtetës për të regjistruar një biznes online, nevojitet online apo edhe të punuarit nga shtëpia, nevojitet ajo që quhet certifikata apo e cila merret nëpërmjet sistemit e-Albania dhe kushton pra certifikata e fiskalizimit kushton afro 4.800 lekë, flasim gjithmonë me shifra të reja. Po i shkruaj se certifikata fiskalizimit 4.800 lekë të reja flitet për harkun kohor të një viti, pra detyrimet fillestare që lindin, sepse një biznes i cili punon nga shtëpia duhet të marrë edhe një sistem fiskalizues. Një sistem fiskalizues i cili shifrat nisin në fakt nga 5.000 lekë të reja. Padyshim, tregu ka njësër sistemesh fiskalizimi, por po themi shifrat fillestare, ku mund të nisin edhe kostot. Pasi me sistemin e fiskalizimit, duhet për të gjitha rastet kur lëshojmë faturë. Edhe kjo është në vit. Edhe kjo është në shifra, padyshim, për të gjitha po flasim për në shifra vjetore. Në nënshkrimi elektronik është një detyrim cilin lind me njëherë në momentin kur ne duam të hapim së pari dhe me nënshkrimin elektronik ka dhe ai një kosto prej 4.000 lekë. Nënshkrimi elektronik, 4.000 lekë. 4.000 lekë në vit. Këto janë ato të cilat ne na japin të drejtë. Ekonomisti duhet, për ekonomist që punon për të ndihmuar për elemente bazik.
Që jo të mos jetë i punësuarit direkt. Këto janë detyrimet të cilat lindin në momentin kur hapet. Dhe sidomos duhet ta specifikojmë është adresa. Pra individi duhet të ketë një adresë të specifikuar, një adresë ku e zhvillon biznesin që mund të jetë shtëpia e tij, e cila mund të jetë në emër të tij, mund të jetë në emër të prindërve. Nëse ai e merr me qera, lind dhe një detyrim i cili është 15% mbi vlerën e qera, sepse ai po në shtëpinë e cilën ka marrë me qera, po ushtron një veprim përfitues në këtë aspekt. Dhe në të tilla raste, padyshim që kjo është një vlerë e shtuar e cila lind detyrimi në momentin kur individi po hap. Por specifika kryesore është që duhet të ketë një adresë zyrtare në cilën ai e zhvillon këtë lloj aktiviteti. Ekonomisti mund të kontraktohet për të kryer të gjitha këto shërbime dhe shpeshherë nuk është një ekonomist i brendshëm. Ka zyra kontabiliteti të cilat mund të kontraktohen vetëm për veprimet të cilat i duhen një individi i cili në këtë rast mund të ketë shumë pak veprime në cilat mund të duhet për gjatë një viti. Për të kontraktuar dhe mendoj që kostot janë shumë herë më të mëdha për të kontraktuar një ekonomist. Por gjithçka varet padyshim nga aktiviteti që ai kryen gjatë vitit, nga mallësia e aktivitetit. Ne po marrim një rast fillestar, mund të them, apo individ ka shumë nevojë për që asistenca do të jetë minimale dhe këtë mund ta kontraktoj nëpërmjet një studio e cila mund të jetë kontabël në vend. Nga ana tjetër, lindin edhe detyrimet të cilat vijnë me sigurimet shoqërore, të cilat një individ i cili merr një pakt saktuar nëpërmjet kontratës të cilën ai ka nënshkruar, ka detyrimet mujore tashmë për të adresuar në këtë aspekt. Dhe sigurimet shoqërore janë në masën 23% të pagës në cilën ai mund të deklarohet. Një individ padyshim mund të varet në varësi të pagës që ai merr, pagës që varion nga paga minimale që tashmë nga janari është në 50.000 lekë të reja dhe edhe në vazhdim. Dhe sigurimet shëndetësore, të cilat janë të detyrueshme dhe janë në masën 3.4% të dyfishit të pagës. Kjo është forma në cilën llogaritet, po japim këto sqarime për çdo i cili mund të jetë. Kjo pjesa e sigurimeve, këto janë të përmuajshme, pra janë detyrimet mujore, të cilat një individ kur ti ke një punë tjetër dhe figuron i punësuar, këto përsëri pagon edhe tek pastaj bëhet llogaria dhe dalim në një tjetër analizë, ne po marrim bëhet një analizë. Nëse do të jetë vetëm kjo. Ne po marrim sikur ai është punë në një punë vetëm pra ka vetëm këtë burim të ardhur. Në rregull. Dhe aty pastaj kalon një tjetër kategori ku ai është edhe ka dhe burime të tjera të ardhura që janë nga puna që ai mund të ketë dhe janë të ardhura nga paga. Këto janë sa i takon regjistrimit që ai mund të ketë si i vetë punësuar. Dhe 3.4% që është mbi dy fishin e llogaritet mbi dy fishin e pagës. Këto janë ato, mund të themi, kostot të cilat janë kryesore që mund përmendim dhe ato që janë detyrime janë taksat e bashkisë, që për rastin për shembull të bashkisë në Tiranë, po marrim rastin e Tiranës, shkojnë deri në 15.000 lekë në vit. Këto janë kostot në cilat mendoj që ja vlen të regjistrohesh, sepse padyshim ajo që ka gabojnë shpeshherë ato të cilët mendojnë se duke mos kryer njësër shpenzime që mund t'i duken, që në fund janë minimale për të ardhurat dhe aktivitetin e tyre vjetor, humbasin vitet të tëra pune të cilat në fund nuk i njihen dhe janë të pasiguruar, nuk njihen në sistemin shqiptar, nuk janë të siguruar në një vend tjetër, sepse nëse ai është i deklaruar, për shembull punon për një kompani jashtë dhe është i deklaruar atje, ndryshon, sepse ato mund të njihen në vendin tonë, por nëse ai nuk është i deklaruar askund, janë vite të humbura, të cilët shumë të rinj për shkak të mungesës së informacionit që kanë, në fund kur të vinë vitet pastaj të pensionit që shpeshherë na duken të largta, nuk do figurojnë dhe do kenë patjetër pastaj një pension te mase minimale. Po përpos pjesës së pensionit, por dhe padyshim detyrimet ligjore. Për shembull shumë persona mund të hasin vështirësi.
Dhe aq më tepër mund të jenë dhe këto lloj rastesh, e sidomos pastaj nëse ne i referohemi këtyre, nëse ne mund të kemi shkelje apo duhet thënë edhe këto, të cilat të mungesës deklarimeve apo deklarimeve në vonesë. Mendoja, jemi në periudhën e ku spaku është elementi, le të themi kryefjala në media, kështu që çdo gjë që ti mund të blesh, është ligjor. Detyrimi nuk është çështje zgjedhjesh, është detyrim që duhet të regjistrohesh, sepse kështu e një ligji dhe sidomos duhet kënë kujdes edhe me afatet, sepse gjobat varjojnë dhe shkojnë deri në 5.000 lekë të reja për këdo i cili i te i kalon këto lloj afatesh pikërisht për deklarimit. Dhe në këtë periudhë jemi pikërisht në atë periudhën e deklarimeve dhe të respektimit të këtyre afateve. Ne në fakt ti bën shumë mirë që e specifikon që në fund të ditës është e ligjshme të bëhet e tillë dhe e pa ligjshme nëse nuk regjistrohesh, po përpiqemi që ti bindim edhe sepse me vërtet ka edhe anë pozitive, jo vetëm sepse është e detyrueshme, por ka përfitime kur ti bën deklarime dhe i regjistruar. Çdo blerje që mund të bësh e ke të justifikuar sepse ke nga mbrapa të ardhurat e biznesit. Edhe një makinë nuk mundesh do ta justifikosh pastaj nëse nuk ka humbje shumë të mëdha, sidomos me mënyrën se si ato tërheqin të ardhurat që vinë për shkak të gjetjes së rrugëve të tërthorta për të mos i deklaruar, humbje të cilat janë shumë herë më të larta se sa po ato të deklaroheshin dhe të ishin ligjërisht në rregull dhe padyshim të kishte edhe lehtësi të tjera të cilat padyshim ato të gjitha që i përmendëm që janë të nevojshme për çdo i cili jeton dhe vepron në territorin shqiptar. Falenderoj shumë. Faleminderit. Uroj që të na kenë dëgjuar me vëmendje dhe të jenë frymëzuar pse jo që të bëjnë një aktivitet online, qoftë ta kenë si një punë të dytë, qoftë edhe ta kthejnë në fokusin kryesor. Kujtojmë që kompanitë e mëdha që janë sot dhe mund të kenë prej vitesh në treg, kanë pasur edhe ato një piknisje. Shumë nga bizneset më të mëdha që janë më të përfolura edhe në përbot, kanë nisur nga një garazh, nga një shtëpi, nga një cep studioje. Ishte kaq hapësira e ekonomisë shtëpiake, do të vazhdojmë tani në një hapësirë tjetër, linja për Ivën. Faleminderit Antoneta, ne do të vijojmë së bashku me Nerta Tushën, do të flasim sot se si të krijojmë një mask botox në kushte shtëpie, menjëherë pas sigletës.